të mbyllësh syt tani, çfarë shikon, si ishte? Këtu, të gjitha këto fasadat ishin të rënuara me suvat që kishin rënë. Zhurma më e bukur e Gjirokastës është zhurma e valigjeve në kaldrëm. Dhe njerëzve që dhe në vinë, dhe nuk e di, mua më ka nkazëlluar transformimi i Gjirokastrës. Transformimi i Gjirokastrës është i jashtëzakonshëm, është një punë fantastike që është bërë nga të gjithë, por unë duhet të them që qeveria dhe ministria Kumbaru që ti sapo e ke takuar ka bërë një punë të jashtëzakonshme për këtë qytet. Se vë fare ndryshim. Ishte një punë që nuk mund të imagjinosh se si u ndryshua. Pas fasadave të pazarit u hoq komplet kaldrëmi kaldrëmet e qytetit dhe të punoshën në presion, se thua që jo po si, jo po qyshe. Dhe me kohën edhe jo po me njerëzit që ishin dyshus mbi punë. Me njerëzit mbi kokë kështu, Gjirokastrën. Aty ku kalonin makinat gjatë gjithë kohës në pazarin e Gjirokastrës, u ndalua dhe transporti makinave dhe kalimi makinave dhe u bë e gjithë pedonale. Aty ishte tjetër histori dhe tjetër ankesë. Po tani kalojnë valigjet, tu kanë kohë. Tani kemi vetëm zhurmën e valigjeve, rrotave të valigjeve.